në lagjen e parë të Ferrasit, ku është evakuar dhe fëmija i fundit dhe ai pronari që kishte pusolet me gjithë shoqen, unë kam qenë vetë. Po. Në orën 12:30. Evakuimi i fundit bile ka tentuar, të lutem. Ka tentuar 3 herë gomonet për efekt të rrymës nuk kanë mbritur dot në vend. Kanalet e polumbaret në orën 12:30 janë evakuar të gjithë personat në Ferras. S'ka pasur me. Unë kam qenë vetë prezent si te servisi dhe në Ekurudh. Po në zonat më thella jo. Edhe në zonat e thella, të lutem, në zonat e thella, në Bishan, të lutem, në zonat e thella, në Bishan, ka pasur qendra e fshatit nuk është mbytur, dhe ata njerëz që u bllokuan si kryetari i komunës, si ju thot, pak më parë. Po kam pas kontaktin. Po edhe unë kam pas kontakt. Edhe unë kam pas kontakt. Nuk vi dot sepse jam i bllokuar. Po, është i bllokuar se nuk rruga që të bie nga Qari, për të ardhur nga Bishani, për të ardhur në Levan, u bllokua pikërisht në hyrje të Ferrasit, në hyrje të Qarit. Po bllokohet gjithë komunikimi, domethënë izolohet zona. Zona ishte izoluar, po jo se kishte rrezikshmëri. Rrezikshmëri ka pasur lagja e parë e Ferrasit. Po nuk ka qenë prania e institucioneve po flas. Që njerëzit kishin hipur obsolet dhe ato u evakuan të gjithë. Prezenca e shtabit ka qenë një ata edhe as janë shtabi. Turi thotë kam qenë prezent. Prezent. Po ka qenë. Derisa në orën 12 drejtori i bujqësisë ka qenë në zonë. Do thotë që shtabi ka funksionuar. A ka folur shtabi me çdo njeri? Ja. Nuk mund të pretendohet që shtabi i emergjencave duhet të flasë me çdo njeri që ka nevojë. Po me çdo njeri që ka nevojë. Kur bllokohet zona e Bishanit, e cila për hir të vërtetës nuk u përmbyt. Qari nuk u përmbyt fare. Kjo nuk do të thotë u izolua. Përmbytur Boçova. Duro, u izolua. Në një moment caktuar nuk pati kontakte, nuk mund të vinte e të dilte në qytet.